Muji dhe behuri. Qeta e kreshnikëve të Gjeto Bashormujt dhe qeta e kreshnikëve të Dizdar Osman Agës kishin luftuar nga herë bri për bri, si një e vetme. Dhe nga herë kishin dalë faqebardh. E kishin dërmuar armikun, i kishin kallur tmerin gjithë krajlis, e gjithë kapetanëve të saj. Domosdo, sepse trimi me trimin bëhet vetëm më trim, dhe të dy bashk tundin edhe malet nga vendi. Qetat i printe Muj, që ish më i forti, më trimi e më i mençuri nga të gjithë kreshnikët. I dyti pas Mujit vinte Dizdar Osman Aga, plak thinjak dhe kreshnik i mirë, po cmirak e lavdëdashës. Gjeto Bashormuj kish krah të djathtë Sokol Halilin, të vllanë. Dizdar Osman Aga kish krah të djathtë Zukun Bajraktar, nipin e Mujit. Sokol Halili dhe Zuku Bajraktar linin kryet për njëri tjetrin. Kështu, të bashkuara, të dy qetave s'kish birë nëne të dilte përballë. Po ja një ditë prej ditësh, Dizdar Osman Agës ju ndez cmiri më fort se nga hera kundër Gjeto Bashormujit. Pse, thosh plaku, tërë bota të lëvdoj më fort Gjeto Bashormujin, gjersa në luftrat e trimërit i kemi bërë bashk. Pse të jetë ai prirës i parë, e unë, që jam plak, të mbetemi dyti. Do të ndahemi. Që sot e këtej do të luftojmë të ndarë veç e veç. Ai me të tit, e unë me të mit. Dhe tërë bota do ta shoh se kush është më i fortë. Muji u mundua t'ja kthej mendjen, por plaku thinjak ishte shumë kryenesh, cmirak, lavdëdashës. I tha, do ndahemi, dhe u nda. Po ç'ndodhi mëtej? Një ditë, Gjeto Bashormuji u ngrit që pikë të mëngjesit. Lau syt, u veshe u mbath mirë, ndezi zjarin në vatër, bëri kafe me sheqer dhe u ul të pi. Hoqi një klënk, hoqi dy, pastaj i thiri me të madhe Halilit. Ngreu Halil të vraftë Zoti. U mbush plot një muaj që s'kemi dalë të qetojmë bjeshkve. Ata të përtemit pa ndehin se tutemi, a kemi vdekur fare. Ngjitu kundrua Ljudbinës dhe lëshoju kushtrimin trimave tanë të vinë sot se do të dalim për qetim. Dëgjoni ç'përi Sokol Halili. U ngrit, ngjiti shpejt, gazmend shkallët, hypi në bedenën e kullës, vuri pëllëmbën e djathtë thik mbi faqen e djathtë, e lëshoi një pickam sa u shtoi gjithë Ljudbina me krahinën bashk. Hey! Dëgjoni o zotrit e Ljudbinës. Gjeto Bashormuji ju fton të vini në kull se do dalin të qetojnë bjeshkëve. Dëgjuat? He! Përgjigjuni! Zëri i tij e hoi tutje e tutje. Lug më lug e rrah më rrah. Përgjigja nuk vonoi. He! Dëgjuam, falem shnet Gjeto Bashormujit e Sokol Halilit. Po vim. Nga bedeni i kullës, Halili zbriti vrik në quar të kuajve, i mbathi mirë me potkejnë e thumba, i kashisi, i shtiri tajgji, u dha të pinë, i shaloi bukur, pastaj i vajti Mujit në odë. Mirëmëngjes o Muj. Zotrit i thira. Gjogët i mbatha, i kashisa, u hodha tajgji e i shalova. Mirë, Sokol Halil. Hajt ju dali miqve për para. Muar nosull në trastat, futën në silahet të puzët, ngjeshën mirë shpatat e luftës, muar harqet, futën shigjetat në kukurat dhe kapën heshtat e holla. Si nga hera, kur dilnin për të qetuar bjeshkëve. Të 30 zotrit s'vonuan shumë. Kur shkrepi dielli e ilkuqi majat, ata sosën kaluar te dera e kullës së Mujit, të veshur e të mbathur, të armatosur. Mirëmëngjes, o Muj e ti Sokol Halili. Mirë se vini o burrat Ljudbinës. Ku po nisemi për të qetuar o Muj? Ku të na prije djathta e Zotit? E janë i burra. Dual fushës me këngë në gojë. Frynte një puhize holl nga malet. Kuajt ecnin bukur në freskinë mëngjesore, hingëllinin, lodronin. Edhe ata i kish marrë malli për qetime e për barë të mirë në ato bjeshkët që mjegullonin tej e që i joshnin. Pak më tutje, ndeshën Dizdar Osman Agën, me 30 zotrit pas tij.
I përshëndetën bukur, zotërisht, dhe ata u akthyen edhe më bukur. Askush nuk I zbriti gjogut. Rinin majkuajve dhe I faleshin shoqit me dorën e djathtë. Dizdar Osman Aga rinte I zymt, ndukte frerin me atë dorën e hollë të gjatë dhe diç bluante në mendje. Ç'thosh? Kush e di? Bloi sa bloi, pastaj hapi gojen e tha. Prina o muj se na zuri mesdita, muar bjeshkve përpjet, lart e më lart ajri bëhej më I fort. U hynte në deje e I këndelte. Printe gjeto basho muj, I dyti pas tij vinte Dizdar Osman Aga. Fill prapa atyre bri për bri, gjithmonë të pandar, lodronin bukur kuaj dy djemë të rinj. Njëri ishte Sokol Halili I mujt, tjetri ishte Zuku Bajraktari Dizdar Osman Agës. Prapa atyre vinin dy qetat, të dredhura në një të vetme si dy lumejnë kur bashkoheshin. Kur ranë në gurat, u dhanë të pinë kuajve e slan të rjedh e një pik ujë poshtë, që aty muarudhën e bjeshkve të mëdha. Pan gjëkun do një armik që kish shkelur vendin, s'qetën as një gjurmë. Gjithë ditën u endën asaj ane, gjuan gjatë mirë, suta e kapojnë dushku, lepuj. Nata I zuri I rëz një bredhi të stërmadh me deget e hapura teje tutje. Një deg e kish drurin sa trungu I një ahu bjeshke, tjetrën e kish edhe më të trash. Bredhi bënte hije për 100 veta. Halat vareshin gjerë poshtë në tokë. Aty zund vend burrat. Lëshuan kuaj të kullosin në ishte dhe kuajt humbën në përparin e gjatë. Burrat ndezën në zjarr, poqin mish gjahu e ndenjën të hanë bukë zotërisht. Pinë edhe ujë të ftohtë kronjve. Pas darke, ata dy kreshnikët e rinj, më të rinjët e dy qetave, Sokol Halili dhe Zuku Bajraktar, u hodhën e thanë. Dëgjoni o zotit e Judbinës, urdhëroni e gjeni sikush bunin e vet e ja merrni qetas me gjumë. Ne të dy bëjmë roje rreth e qark që të mos ndodh ndonjë e papritur. Zotrit ranë të flenë. Ata të dy të rinjt, Sokol Halili e Zuku Bajraktar, ndenjën gjithë natën e bënë roje e buneve tek flinin zotrit e lodruan kuajt në përajishte. Frynte fladi I gjetheve, gurgullonin gurat e forta. Ndjehej vrapi I sutave në përshtigjet e blerinat. Herë, këputej e binte ndonjë yll së larti, ndërsa zotrit flinin qetas, në mes të natës, dul gurrave, zanat e bardha të malit e jamuar këngës. Bilbilët u akthyen bukur me të fërshkëllyer trille e me të lëdruar degve. Vetëm Zuku e Halili I shikonin e I dëgjonin zanat e bardha tek këndonin e vallonin, tek mblidhnin lule lëndinave, tek ndillnin dhit qetave, tek zhvisheshin që të laheshin gurrave. I shikonin dhe mahniteshin. Gjaku u gjumonte djejve. Mateshin të merrin hovë dhe t'i kapnin, por prap ndaleshin. Ata ishin njerëz, ato ishin zana mali. Hej, sa bukur, sa e ëmbël ish nata e bjeshkës. Fladi sillte amës rëshire, bari lulesh. Dhe sikur të paske qenë e gjatë sa një natë shndreu, prap trimave do t'ju dukej e shkurtër sa një grim. Hëna, ndenji sa ndenji lart, kundroi, pastaj bëri të marrë prapa aheve dhe e nxitoi fort hapin. Ata të dy ju truan që të mos perëndonte kaq shpejt, por hëna u buzëqeshi e shkoi më tej. Kur u mat të marrë majat matan, u hodh zana e madhe që po lahej në gura e ju lut bukur fort. Vesa rapa lindur dielli. Mos u nguti, o moj han. Ujët ndodhi shumë I freskët. Fladi fryni I ëmbël shumë. Hidhna dritën ndër ato biga. Hidhna syrin ndër ato qeta. Mos u ngutu perëndosh. Hëna e dëgjoi zanën e madhe, ju dhimbs për fjalët që I tha, ndali hapin e zuri vend në një vetull mali. Zana dual nga uji e jamuar vallez me flokët e dredhura supeve. Hëna I kundronte nga lart e qeshur. Më vonë nisi të ngrihet dielli që prapa malit. Në fillim, I lkuqi majën e mëtej jalbardhi, gjersa fali zotit dritën. Atëherë hëna u tha lamtumir zanave, u këput nga vetulla e malit e zbriti prapa qetash. Zanat u larguan fluturim si dritë për dritë. Bilbilët pushuan këngën. Në fragjin e agullimës, Sokol Halili e Zuku Bajraktar zbritën në bunin e bredhit e I gjetën burrat e Judbinës së fjetur, si të vdekur për gjumë. Sokol Halili bërtiti me të madhe. Zana e bardhe u largua nga vetulla e malit,
Ngreuni o burra, se mori dielli dhen. Zotrit u ngritën një e nga një e dy e nga dy. Lanë syt në krua e zun vendin rreth zjarit, se bieshka ishte shumë e lartë, vesa ishte shumë e dendur. Po sa i ngrysur që ke ngritur nga gjumi ai plaku Dizdar Osman Aga. Shokët i folën, ju falën, i thanë mirëmëngjes, e ai nuk u akthen, duke i menduar sikur kish parë ëndër vetëm gjerprinj e kuçetra. Shkulte e ndukte barin me dorë. Sheshin e ballit e kish bërë të rudha. Von hapi gojen e tha: "Pa dëgjoni një fjalë o zotër Krishnik. Luftrat ne i kemi bërë bashk, po të gjitha lavdet i ka fituar Gjeto Bashomuj. Ati ja këndojnë këngët." Aty për aty bëri një të kthyer vrultas ball për ball mujt e i tha: "Sot do të ndahemi për jetë e mot, o Gjeto Bashomuj. Çeta e plakut s'të duhet më." Hej, sa fort i dhemben këto fjalë Gjeto Bashomujit. Zoti të vraft, o Dizdar Osman Ag. Që janë këto fjalë që po thua? Luftrat e trimërit e kemi bërë bashk. Pren e kemi ndarë bashk. Edhe këngët e lavdet i kemi bashk. Asgjë s'kemi të ndarë. Në këtë diell ne nuk do të ndajmë kurrë çetat tona. Se po të jemi bashk, do të jemi më të fortë e s'do t'i druhemi krajlis. Le të më vras Zoti, o Gjeto Bashomuj. Ja ktheu Dizdar Osman Aga i rrëmbyer. Fjala që thash është si shigjeta që del nga harku, nuk thehet më pas. Dy qeta jemi, dy zash do qetojmë. Si kush për vete. E do të shohim se kush është më trim, kuj do t'i këndojnë më fort Jutbina e Krahina. Tu thafshin krahët o plak i thinjur, ti po prish veten, po na prish edhe ne. Po a mos të kam plasur sytë e balli që të na ndash me dysh pendën e qeve? Se penda që ndahet e ha ujku. Mos bre burr. Plaku nguliti këmbë. Jo e jo. Muj u nxeh. Brofi në këmbë e shkoi të shikoi gjogun e tij. E gjeti tek lëtonte e çukërmonte tokën me këmbët e para. Nuk kulloste. Trimi u bë hel me vrerë. U kthye prap në log të kuvendit dhe u tha zotërve: "A dëgjoni o zotër të Jutbinës, të mos i ndajmë çetat. Se pas shenjave që më dha gjogu, do të na ndodh një e keqe e madhe. Asnjëri nga ne nuk do të thehet shëndosh në shtëpi. Do të na haj behuri me shok." Plaku Dizdar Osman Aga ja mori për gaz fjalën. U zgërdhesh e i tha: "Ah, ormuj, ti pas ke nisur të plakesh më fort se unë. Prandaj ju tutesh kapedanëve të krajlis. Mbaju bre burr." Shokët e Gjeto Bashomujit e shokët e Dizdar Osman Agës rinin të heshtur, kokvarur. Prisnin që këtë punë ta zgjidhin të parët e tyre. Atëherë Sokol Halili se mbajti dot veten e ja kputi: "Dëgjoni o zotër, ne s'kemi ardhur të zihemi, por të çetojmë bieshkve, të bijem në luftë me armikun. Tani duhet të marrim rrugën. Nuk do të nisemi të ndarë më dysh, por njësh, si gjithmonë." Plaku thinjak Dizdar Osman Aga ja preu vrasht. "A di çfarë o çuni mujt? Ju qoftë udha e marr, po pa mua. Rruga ka ndodhur e gjerë, e ka vend për ne e për ju. Bieshkët janë të mëdha. Krajlia është e gjerë. Unë e thash fjalën. Sot po i ndajmë çetat tona. Dua të bien ato kotoret e reja, të shkel e të sheshoj kullën e behur kapedanit. Ndofta do të bëj ndonjë pre. Ndofta do të pres ndonjë krye krali. Ndofta do të marr robin ndonjë vash të gëzoj ndonjë trim Jutbine. Hajt, miru pafshim o burra." Plaku thinjak brofi në këmbë si një djalosh i ri. I kërceu lehtë gjogut në shpinë e u nis për kotoret e reja me 30 shokët e vet, që e ndiqnin nga pas të heshtur. Disa ishin jo vetëm të heshtur, por dhe të vrerosur, sepse e dinin se ç'ishte i Zoti të bënte Gjeto Bashomuj e ç'ishte i Zoti të bënte Dizdar Osman Aga. Aq më fort e dinin se ç'mund të bënin ata të dy bashk me mujin prijës. E dinin shumë mirë, po s'donin t'ja prishnin plakut thinjak e zëmërak. Qeta e Dizdar Osman Agës ngjiti bieshkët përpjet. Por sa shpesh kthehet kryet prapa një djalosh i ri, kuajt herë duken, herë zhduken, këtu nëpër ahe e livadhe, mëtej nëpër krepa e krieshta. Ai djali i ri që kthen kokën e shpesh kryet, është Zuku Bajraktar. Vetullat i mban të mbërthyera në shtegun e ballit e mundohet të shuaj tutje një mik të zemrës. Atë bat Sokol Halilin.
nga i cili e ndan ai plaku hidhërak. Edhe për bacmadhin që të bashomujt i vjen keq se ndahet. E sheh të kri në këmbë si lis mali, me pëllëmbën mbi sy dhe kundron qetën që largohet. Kol Halili rri mbështetur për heshtë, siç e ka gjithmonë zakonin. Ka lëshuar gjogun dhe e ndjek Zukun bajraktar në përrahishte, herë në përbërhishte. Të dyve u takohen syt një çast. Pastaj u shkëputën e ata të dy zhduken përsëri për te i mjegullës. Dizdar Osman Aga diç po tregonte me dorë, ndofta grindit me Zukun bajraktar e me 30 shokët e tij. Kur shihen Zuku dhe Halili për të fundit herë, të dyve u shkojnë lotët curril e fshin me pëllëmën e dorës. Ndaj zuri i dielli malet, qeta e Dizdar Osman Agës humbi prapa një mali e nuk u duk më. Muj mbet vetëm me 30 zotrit e tij, dhe asnjë nga të 30-tët nuk nxjerr një fjalë goje. Të gjithë rinë të prerë për mes. Atëherë, Muj u kthehet e u thot shokëve: "O zotër të Judbinës, ne do të kthehemi shëndoshe mirë në shtëpi, po pas shenjave që më jep gjogu, dy qetat nuk do takohen kurrë më. Andej ku po shkojnë i pret një zezon e madhe." I morim qaf Dizdar Osman Aga. Halili ja kthen: "Dëgjoj të them një fjalë, Bacmuj. Plakun e ka verbuar etja për lavd, po ti bëj durim e mos e ndill zezonën. Të shkojnë në për ngushtice do të vinë prap me ne si më parë." Ngjeshën armët, shaluan kuajt, u hypën e dual të shohin se çka bjeshkëve. Gjithë ditën nuk takuan njeri. Nuk e pan e nuk ndeshën qetar a kapedan Krajlie. Gjuan përsëri gjahtë mirë. Nata i mblodhi prapë rez bredhit madh. Ata u zbritën kuajve, i lëshuan të kollosin në barë dhe vetë shkuan të flladitin gurrave. Vetëm Muji rinte mbështetur te trungu i bredhit. S'luan të vendit. Kqyrte kuajt tek lodronin dhe vriste mendjen. Çdo të ndodh, po të ndesh Dizdar Osman Aga atë Behur kapedanin me shok. Behuri është i fortë, shokët i ka të shumët. Po të kishin qenë bashk, hej, do t'i çfarosnim. Shtruan e hëngër bukë të heshtur. Pas dreke Muj tha: "Pa dëgjoni o zotrit e Judbinës. Natën do ta kalojmë të qetë sikush në bunin e vet. Nesër gdhihet ditë e re me fat të ri." Tër natën Muji dhe një zgjuar e bëri roje, herë pranë zjarit, herë rreth e qark. Zvuri gjumë në sy. Shokët fjetën si gjithmonë. E mëngjesi i gjeti shëndoshe mirë. Në mëngjes, ndërsa zotit e Judbinës shkuan të lahen në përgura e kronjë, e zjari bubullonte nën bredhin e madh, Muji mori përpjet ahishte në këmbë, që të dalë maj bjeshkës. Kish lindur dielli e ndriçonte vendin që dukej si në pëllëm të dorës. Muji kqyri mirë tokën e Krajlis, shikoi udhët kryq, nuk pa gjë. Syri nuk i zuri as qetar, as kapedan Krajlie. Po kur ktheu kokë nga ato majat e xhurit, në dy udhë kryq, pa poshtë nën majë ndër livadhe, vashat e Behurit. Ato kishin marrë udhën për të ngjitur bjeshkët, që të fladiteshin në përgurra. Muji numëroi pendurët që i ruanin, plot 30 shpirt, të gjithë kalëruar, të gjithë armë rënd. Tha me vete: "Po qese vashat e Behurit guxojnë të ngjiten bjeshkëve që të fladiten në përgura, diç do të ketë ndodhur Dizdar Osman Agës e shokëve të tij." Dhe i pikëlloi në zemër. Zbriti shpejt e bredhi e u tha zotrinjve të tij: "Bëhuni gati o burrat Judbinës, se po na vin vashat e Behur kapedanit të fladiten gurrave. Vin me 30 pendur që i ruajnë. E në vin vetëm 30 pendur, andej poshtë diçka ndodhur. Ja i kanë zënë të gjallë shokët tanë, e i kanë lidhur, e i kanë hedhur në burg, ja i kanë prerë të gjithë. Vashat s'po druhen të ngjiten bjeshkve. Do t'ju bëjmë prit e do t'i kapim. Sa për pendurët, ju e dini vetë se ç'duhet të bëni." Tha kështu e i shpuri shokët e kroi ftohtë e vendosi pritat në kozhar. 15 burrat mbi shteg, 15 nën shteg. Ai vetë zuri vend në mes të shtegut pak më poshtë. "Na thuaj o Muj", tha Sokol Halili, "tu marrim kryet vashave të Behurit, apo t'i kapim robina?" "Hiqu qafet Halil, të vraft zoti. Ti e din se ne nuk presim krye e vashash, po krye kapedanësh e pendurësh. Unë e thash një herë, vashat e Behurit do t'i zëm robina e t'i çojmë Judbin." Heshtje. Vetëm era shushurin në përgjethe. Vetëm kronjë gërgullojnë në lugin. E vetëm vashat e Behurit afrohen me këngë në gojë.
Ato e din bjeshkën të shkret e të pazot. Atëherë, shkrehen 30 harqe e frashëllin 30 shigjeta. Pendurët e behurit shtrihen të vdekur për dhe. Muji zvesh shpatën e çam përmes shtegun. Edhe të 30 shokët hidhen shpatë zveshur. Bashat e behurit vën britën e mundohen t'u ambathin, por u apret udhën së kol Halili që i zë robina. Hej, sa koka pendurësh preu atë ditë muji me shok. Koka pendurësh me mustaqe gjerë mbi vesh. Shpatat, heshtat e harqet me shigjeta i varnin pranë të vetave, në shalë të kuajve. Si mbaruan punë, u hypën kuajve e dual ma i bjeshkës dhe zun një vend të mirë. Papritur, gjeto basho muji ura kofshëve me pëllëm. Ç'ke bre muj? Që u bie kofshëve me pëllëm? I vërtet Halili? A mos u dukën pak ato 30 kokat e pendurve që prem në kozhar? Harrova heshtën e shigjetën të kroj. Hiq dorë, muj nga heshta e shigjeta, se heshta e shigjeta gjen sa të duash. Në ju të bin kemi tani edhe mjaft pushk. Jo, Halil, të falë të zoti, heshtat e shigjetat më vinë më shumë për dorësh. Pa to nuk them dot një të bin. Po mirë po shkoj t'i sjellun. Muj se lë Halilin t'i zbrese t'i marë, po shkon vetë. I hyp gjogut, e nget me vrap stos të kroj. Shigjetat ishin mbështetur te ahu, heshta ishte të shkëmbi i krojt. Muj ka etje, por kur ulet të pite kroj, ora e malit i largon kryet nga uji. Mos e dhënë zoti të pish ujë këtu, o muj, para se t'i presësh kryet e behur kapedanit. Mos e dhënë zoti të pish ujë këtu, o muj, për para se t'i presësh kryet behur kapedanit, i thot ora e malit. Ku je nisur e ku po shkon, o muj? Shkoj një të bin, po të jetë e thënë. Po sikur ju të bin atë të pyes se si i ka kullat behur kapedani, qysh do i përgjigjesh ti, o që të bësh, o muj? Hej, sa bukur fole, mori shtoj zovale, ja kthen muj. Ora e malit gëzohet kur të gjon fjalën e mirë, shtoj zovale. Pi uj, muj. Mos u druaj, i bret ajo. Po muj ngul këm e spi as një pik. As gjogun se le të pi. Bën bet madh para orës së malit. Që tani do të shkoj te kulla e behurit. I hyp gjogut e nuk i thret asnjëherë, nuk e nxit, sepse gjogu di vetë se çull të marr që të arrit te kulla e behurit. Fluturon shpatë më shpatë, lë prapa tym e mjekull. Nxjerr flak të verdh nga goja, e shkon drejt kullave që zbardhin tej. E gjen të hapur derën e avllisë. S'dëgjon zënjëriu. Çuditet, por nuk trembet. Hyn brenda në obor kaluar, i zbret gjogut. As brenda në obor nuk shihet njeri. Gjen 2 çelësa qeliku. Hap derën e quarit, e fut gjogun brenda, shtyn derën e kullës, ngjitet lart. Hyn od më od. Aty i gjen varur te muri një shpatë me dorez floriri, që duket më e mirë se e veta. E thyen copë grim dhe e hedh poshtë. Kur hyn në një odë tjetër, sheh se të 4 muret janë lyer me gjak. Po, ç'është kjo? Në kamaret rreth e qark mureve, sheh 30 krye të prera. Muji i pikon në zemër. Këto 30 krye i njeh mirë. Janë kryet e 30 shokëve të Dizdar Osman Agës. Vetëm kryet e Dizdar Osman Agës dhe kryet e Zukut Bajraktar nuk i sheh aty. Sfonon shumë me hyn në një odë tjetër. Gjen 30 shpata që i njeh mirë. Janë shpatat e shokëve të Dizdar Osman Agës. Del nga oda e shpatave e hap një derë të madhe, hyn në odën e barutit. Aty sheh thas mbi thas, gjerë larg mbi kulm, të gjithë të mbushur me barut. Bën shpejt e shpejt një fitil të gjatë, e ndez në cep e vendos mirë atje ku duhet. Kur zbret poshtë në obor, ndjen se gjëmon toka. Sheh tutje behur kapedanin që vjen kaluar filli vetëm, i madh si katallon, i rëmbyer si krep mali, sikur zhgalitet e merr të tatpjetën. Behuri e gjen portën e mbyllur me drang, u thret vashave. Nuk ju përgjigjet askush. Behuri kish pasur me vet në moll të shalës 2 krye të prera. I hedh ato mbi avlli në obor, pastaj merr përpjet lugun. Kundron rreth e qark, i sheh vajzat e veta lart në bjeshk në hije të një ahu. Tek i ka vënë Halili të rinë me gjunjë. Lëshon një vikam të hidhur e niset andej. Muj i sheh e i njeh kryet që hodhi behuri në obor. Njëra e Dizdar Osman Agës, e tjetra e Zukut Bajraktar. Bëhet hel me vrerë. E mate diç ti thot kryeneqe të thinjakut, por koha spret. Thot në mendje, kur të dal behuri në atë vetull bjeshkve, do të mi gjej shokët e mi pa prijes. I hyp gjogut, hap portën
del jashtë oborit dhe ja merr vrap. Kur arrin Muji në gjysmën e fushës, Behuri ka ngjitur gjysmën e bjeshkës. Atëherë Muji i vikat me të madhe. Hej o burr, kush je ti që shkon për të pjetë bjeshkës? Behuri kthen kryet dhe shikon. Hej, a mos je ti Gjeto Basho Muj? Vet dora jam, o Behur Kapedani. Prit më se po vi. Unë po të kërkoj qiej e po të gjej në tokë. Eja se të pres. Behuri kthen kalin e bie në fush. Rin tani të dy ball për ball, kaluar, e mënd e han shoqin me sy. Sepse i bren urrejtja, u vlon gjaku. Muji është burr ju të bine, shtat madh, i fort, po as Behur Kapedani zbie më poshtë. Ta prisje, bëje 4. Mustaqet një pashtë e gjata i kish shkuar 3 herë në vesh e teproni 2 pëllëm. Syti flakronin si zjarë dëllinje. Sharani mend shkëputej më dysh si milingon. Muji po e kundronte i qetë. Behur Kapedani e pyet. Si do luftojmë bashk, o Gjeto Basho Muj? Të ikësh ti përpara të qelloj unë i pari, apo të ik unë e të më qellosh ti? O Behur Kapedani, gjithë kur kam dalë në dy luftimi, kam lënë të tjerët të qellojnë të parët. Ashtu do të bëjmë edhe tani. Pra qellom. Mirë, i thot Behuri. Muji kthen gjogun dhe lëshon vrap, pastaj e kthen rishtas kundruall Behurit dhe qëndron si i marmatosur. Behuri merr hov, rënkon dhe qellon me hesht të hollë. Gjogu i Mujit ulet në të dy gjunjët. Heshta e hollë i fishkëllon mbi krye, por nuk e prek fare. Behuri merr prap hov, gulçon edhe më fort e qellon me topuz të rënd. Gjogu i Mujit kërcen 3 pash përpjet e topuzi i kalon nën bark. Atëherë i vjen radha Mujit të qelloj. Behuri i ngul shporet kalit dhe lëshon vrap. Muji i theret me të madhe gjogut. Vrapo gjog, se sot ka ardhur dita të më zbardhësh faqen mua edhe vetes. Gjogu e arrin shpejt poshanin e prap ata të dy gjenden ball për ball. Muji gjuan me hesht të hollë. Sharani bie në bark, heshta shkon kot. Muji gjuan me topuz të rënd, Sharani kërcen djathtas dhe topuzi nuk e çik Behurin. Tani ç'të bëjmë? Pyet Behuri. Tani do të pritemi me shpata, ja kthen ky. Sveshin shpatat e hidhen kundër shoqit si ata të dy malet e prrallës që përpiqen kok më kok. Shpatat godasin njëra tjetrën e thyen të dyja për gjysmë. Burrat u zbresin kuajve, qëndrojnë një çast kundruall, pastaj hidhen e kapen rrokas, fytas. Dridhen për dridhen, shtyhen, prapsen, turen, shtrëngohen dhe asnjë nuk e shem dot shokun. Dielli varet të perëndoj, ngrihet nga fusha, praron maja. Tek sillen rrotull që ta hedhin poshtë njëri tjetrin, kreshnikët nisin të lëvdojnë vetveten, tregojnë trimëritë që kanë bërë. Behuri mburret. Sa shumë shok të kam vrarë sot o Muj. U zura prit bashkë me kapedanët e mi e i ngriva të gjithë. Kryet e tyre i kam në kull, në përkamare. 30 kryet e 30 shokëve të tu. Në një tjetër kanë varur shpatat në mure. Muji ja kthen. Po pendurët ku i ke o Behur Kapedani? Të 30 pendurët i ke pa krye maj bjeshkës. Të 2 vajzat i kam zënë robina. Hej, ç'dasma do të bëhen në Jutbin. Fjalët e Mujit i dhëmbin shumë Behurit. Me që s'ka ç'thot, e fillon rishtas nga e para. O Muj, unë bashkë me kapedanët e mi ti vrava 30 shokët. 2 më të parve u aholla kryet në obor. Njërit i thoshin Dizdar Osman Aga, e tjetrit i thoshin Zuku Bajraktar. Në atë grim dëgjohet një bubullim e madhe sa tundet dheu. Ashtu si gjëmon deti kur ngrihen dallgët, ashtu si vrungullon qielli kur shkreptin ret e vjen tufani. Burrat ndalin luftën. Behuri e pyet Mujin. O Muj, a thua se ka shkrepur reja në të kthjellt, apo dëgjohet gjëmimi i detit? Gjeto Basho Muji vë buzën në gaz. Jo, Behur Kapedani. As ka shkrepur reja në të kthjellët, as po vjen gjëmimi nga deti. Po bien kullat e tua. Ato shembet e tundin dheun. Kur ardhe ti aty, më parë te porta, unë isha brenda në kull. Hapa odën e kullës e i vura zjarr thasve të barutit. Kullën ta bëra rrafsh me dheun, o Behur Kapedani. Shikoje. Behur Kapedani kthen syt të këqyr kullat e larta e nuk sheh veç se tym e flak që e ka skuqur qiellin si furr. Behuri përgjigjet hidhur. Qofsha shëndosh unë, si që kam qenë, se kullën do ta bëj edhe më të mirë, edhe më të lartë. Në themel kullës së re do të hedh kryet tënde o Muj.
Ahu tani se do të hedh poshtë. Kapen e shtrëngohen me llorët e krave, përplasen aheve, dërmishen krapeve, gulqojnë me të madhe që ta shëmbin njëri tjetrin. Kuajt ikin vrap fushës, ngjiten bjeshkve, po t'kojnë t'u lëshojnë xixa. Nga këto xixa merr zjarre ndize dushku i malet, thahet gjethi i ahut. Ata të dy, muji dhe behuri, shtyen teje më tej. Arrin në një rrah. Aty na ndodhet një kërcu i zi. Muji pengohet e s'mban dot këmbët, bie lëmsh për dhe. Behuri i vërtitet sipër e i mbërthen të dyja krahët. Muji që sheh veten fort ngushtë lëshon zërin e u thret orëve të malit. A mos jeni në gjumë e flini, moj orët e malit. Ku e keni besën që më dhat? Ta dini se unë s'kam qenë kurrë më ngushtë se sot. Ora e bardhër malit i vjen sa kaq fluturim si të kryet dhe i thot: As të pata thënë muj, të mos dalësh kurrë në dy luftim në ditën e diel? Harrove? Jo, besa, nuk harrova moj orë malit, por unë s'dola vet. Na hyri grindja në mes. Na u shkëput nga qeta Dizdar Osman Aga e spata nga t'jambaj. U desh të dalë në luftë ditën e diel. Këta i bën prit Dizdar Osman Agës, i vran 30 shokët bashkë me Zukun Bayraktar. Mësom ti që të bëj. Ora e mëson. O muj, thuaj behurit të kqyr diellin. Kur të kthej kokën për të parë diellin, ti fute dorën në xhepin e majt e nxirr thikën. Po të dish të biesh mirë, behur kapedani nuk do ta shoh më fytyrën. Kështu i thot ora e malit e kthehet fluturim nga kishardhur. Pa dëgjoni sa bukur ja nis muji kuvendin me behurin. O behur, ne e kemi mbajtur edhe diellin në vend, se që kur filluam luftën dielli s'po bën një hap më tej. Pa kqyre një herë tek ka ngecur. Behuri kthen kokën të shikoj diellin. Muji, siç e kishte porositur Zana e malit, fut dorën në xhep, nxjerr shpejt thikën dhe ja fut thellë në brinj. Behuri i bulërin me të madhe sa qindra dema bashk dhe përplaset i vdekur mbi mujin. Ti rënd sa një mal. Ment e shtyp me peshën e trupit. Ment e mbyt me rrgen e gjakut. Atëherë, muji i sokëllin gjogut. Ku më je o gjogu im? Nuk më sheh te ka mbetur nën behurin e vdekur që po më shtyp me peshën e shtatit, po më mbyt me rrken e gjakut? Gjogu dëgjon sokëllimën, vjen vrap me hingëllim, i jep shqelmet behurit dhe e rrollon për tokë, e shtyn teje më tej. Muji ngrihet i përgjakur, i pret kryet behurit me gjysmën e shpatës dhe e var për një mustaqe në moll të shalës. Mustaqja tjetër i hiqet zvar krepave e shkurreve. Gjogu e nxjerr mujin në majt bjeshkës. Aty gjen 30 zotërit me Halilin e me vajzat e behurit. Ku shkonin kryet e behur kapedanit të varur për një mustaqe në moll të shalës e me mustaqen tjetër zvar, 3 vetave u bie të ligët. Muji u thret me të madhe. U vraft zoti o zotrit e Jutbinës, si u zburnuat bre kështu? Po ta pas keshit parë të gjallë behurin do kishit vdekur nga frika. Halili i pyet: Po ç'ishte ajo bulërim, o muj, që plasi në bjeshk? Ish bulërima e behur kapedanit kur dha shpirt. Po ajo bubullim e madhe që tundi dhen në përkuli ahet e malit, ajo ishte bubullima e kullave të behurit që u shembën për tokë. Shokët u gëzuan, por gazi nuk zgjati shumë. Muji u tregoi se çfarë kish parë brenda në kullën e behurit, të 30 kryet e 30 shokëve që ishin ndarë nga qeta, e se behuri pa të hedhur në obor kryet e Dizdar Osman Agës e Zuk Bayraktarit që kishin rënë në prit. Atëherë, Sokol Halilit ju mbushën syt me lot. Dielli që kish shtangur një copës herë lart mbi kreshat u rrugullis prapa maleve. Doli hëna e bardhë përtej aheve. Zuri të ndriçoi bukur rrugën e shpatit. Ajo përcjell një trum tasmorësh. Tasmorët janë të gjithë kalorës, veç Halili i mujt është këmbësor, sepse i ka vënë në kal vajzat e behurit që qajnë me të madhe. Hyjet i thonë hënës: Moj hën, tregojua rrugën të bukrave të dheut se e kanë humbur. Hëna u akthen yjeve: Jam shumë lart, nuk e shoh dot. Më duket se këto s'janë të bukura të dheut, por janë vajzat e behur kapedanit që i kanë marrë robina. Po shkojnë për në Jutbin. Krushke parë jam unë që po bëj dritë, krushke e dytë është ora e maleve që bën roje. Ruan Halilin të mos shkas këmba karpave. Ato sosin që ndoshë mirë në Jutbin e bëjnë dasmë të madhe. Nuset u dalin shumë të mira. Sokol Halili ka një peng të madh në zemër. I kujtohet çast për çast Zuku Bayraktar, që e donte si vetveten dhe pshon i hidhur.